Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi e enjte 30 tetor 2025. Dashi. Një moment shumë i favorshëm që gjithashtu ju lejon të jemi më bindës në punë dhe në çështje të një natyre praktike. Ka pasur mbyllje në punë ose me një mjedis të caktuar, nga ana tjetër kur thua mjaft nuk kthehesh prapa në hapat e tu. Demi. Do ndiheni pak të shtypur, të acaruar, është e rëndësishme të shmangni konfliktet me mjedisin dhe këshilla është të shtyni gjithçka. Nuk ka nevojë të bëni hapa më të gjatë se këmba. Ndërmarrja ndryshon pas një bllokade, ju do të doni të bëni gjëra të reja, por siç thon ata, nevoja e bën virtytin. Binjaket. Situata është në favorin tuaj, vendet dhe njerëzit që takoni këto ditë mund të bëhen të rëndësishëm për të ardhmen tuaj, probleme për t'u përballur në shtëpi, por tani gjithçka është më e lehtë. Gaforia. Ditë më e mirë për t'u rikthyer në lojë dhe tani dashuria mund të bëhet sërish fituese. Periudhë e rëndësishme në të cilën ju mund të tregoni se çfarë vleni. Luani. Progres i mundshëm në punë. Energjia nuk mungon sot dhe mund të merrni edhe një propozim të bukur. Virgjeresha. Të gjitha projektet mund të fillojnë nëse mbështeten mirë. Ju jeni si një tren, është vërtet e vështirë të ndalet. Këshilla është që të mos jeni si përfaqësor në zgjedhjet tuaja dhe të reflektoni para se të veproni. Peshorja. Ju keni dik në krah sot. Me dashin ose luanin mund të bëni plane afatgjata, nuk ka njeri që mund t'ju ndalojë. Akrepi. Jeni më nervoz gjatë kësaj dite, mendoni të shtyni çdo takim potencialisht të rrezikshëm për nesër. Nuk ka më diskutim që shpesh ju bllokon. Më shumë shkaftësi. Shigjetari. Nëse ju pëlqen dikush, mos e mbështillni kokën para se të bini dhe të shkoni, vazhdoni gjithsesi. Jeni më të përshtatshëm në punë. Maturia në çështjet financiare. Britsjapi. Një moment i favorshëm për të bërë takime të rëndësishme, tani është e nevojshme të gjesh stabilitet në familje dhe në dashuri. Ndiheni të ndritshëm dhe ëndrat tuaja janë plot pasion të madh. Ujori. Pas një periudhe sfidash në dashuri, më në fund mund të rikuperoni token dhe edhe të keni besim. Nëse jeni ju që keni pasur një dyshim mes dy njerëzve, tani mund ta shpërndani atë. Peshqit. Ka të ngjarë që do t'ju duhet të luftoni kundër disa fatkeqësive të vogla, disa situata të çojnë në vonesa. Sot ju ndjeni një dëshirë të madhe për t'u rebeluar, të kujdesshëm për të mos shkundur gjërat shumë, veçanërisht në familje ose në punë. Nervozizmi që përgjumet. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.